Në vitin 2020, sinjale të çuditshme nga thellësitë e Antarktidës dërguan valë goditëse nëpër lajme. Brenda ditësh, titujt eksploduan. NASA kishte gjetur një univers paralel ku koha rrjedh në të kundërt. Por çfarë ndodhi me të vërtetë? Dhe çfarë detektuan në të vërtetë shkencëtarët? E po, kjo histori është një rast shmendurie, eksperimentesh të keq kuptuara dhe nevoja njerëzore për të besuar në mister. Edhe sot, çdo disa muaj, dikush riposton një titull që bërtet se NASA gjeti një univers paralel në Antarktidë, një univers ku koha rrjedh mbrapsht dhe njerëzit e besojnë atë. Por jo, NASA nuk gjeti një botë pasqyrë nën polin jugor ose një lloj realiteti të kundërt ku njerëzit plaken në të kundërt ose flasin në fjali të kthyer mbrapsht. Ata gjetën diçka kurioze megjithatë. Ja se çfarë ndodhi me të vërtetë. Shkencëtarët po fluturonin një instrument me pamje të çuditshme mbi Antarktidë, të quajtur ANITA, shkurt për Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA është një makinë që fluturon mbi Antarktidë. Në thelb, një balon gjigant me antena. Dëgjon për grinca të vogla hapësinore të quajtura neutrinot. Neutrinot janë super të vegjël dhe fantazmor. Ata kanë pothuajse asnjë peshë dhe kalojnë nëpër gjëra sikur as që janë atje, madje edhe nëpër planete të tëra. Zakonisht, këto neutrino vijnë nga hapësira dhe bien mbi tokë nga lart. Shumica e neutrinove, ato me energji të ulët të zakonshme, thjesht fluturojnë drejt nëpër tokë sikur është ajër. Ata janë si insekte të vogla që fluturojnë nëpër një gardh me zinxhir. Ka disa neutrino me energji shumë të lartë megjithatë. Ata janë super të rrallë dhe ndërveprojnë pak më shpesh me materien dhe mund të bllokohen. Nëse neutrinot me energji të lartë godasin diçka mjaft të dendur si shkëmbi dhe metali brenda tokës, ata mund të përplasen më në fund me një grimcë dhe të absorbohen. Kjo është më shumë si topa tenisi të shpejt që godasin gardhun her pas here. Neutrinot me energji të ulët, të cilët janë kudo dhe mjaft të parrezikshëm, janë mjaft të pazbuluar, por këta tipi me energji të lartë janë saktësisht ajo që ANITA mund të detektojë. Kur ata përplasen në akull, ata dërgojnë disa valë radio që janë të lehta për të dëgjuar. Ky sinjal i dobët radio quhet efekti Askarian, dhe po, kjo është saktësisht pse ANITA po fluturon mbi Antarktidë. Kjo sepse akulli është i pastër, i thatë dhe i qetë, është i përsosur për të kapur ato sinjale të rralla. Pra çfarë detektoi ANITA? Ajo detektoi diçka duke u ngritur nga nën akull si një neutrino me energji të lartë që vinte nga toka. Çfarë? Mirë, le të mendojmë logjikisht. Ndoshta filloi diku në veri, udhëtoi të gjithë rrugën nëpër tokë dhe doli në anën tjetër. Megjithatë, kjo është super e çuditshme. Kjo nuk supozohet të ndodhë. Neutrinot me aq shumë energji duhet të ishin ndaluar brenda planetit, siç tham, të absorbohen. Pra shkencëtarët kapen një lloj insekti truri. Kjo nuk duhet të jetë e mundur me fizikën tonë aktuale, përveç nëse diçka që ne nuk e kuptojmë po ndodh. Dhe kur përballet me diçka bizare, ju eksploroni të gjitha opsionet, edhe ato më të egrat. Makabria filloi. Një grup kërkimesh publikoi një punim duke sugjeruar se ky sinjal i çuditshëm mund të ketë nguptim në një univers simetrik CPT. CPT qëndron për ngarkesë, paritet dhe kohë. Pariteti dhe koha. Këto janë në thelb 3 mënyra për të kthyer universin. Ngarkesa do të thotë shkëmbe të gjitha grimcat me të kundërtat e tyre. Për shembull, shkëmbe elektronet, tipat me ngarkesë negative, me pozitrone, binjakët e tyre antimater me ngarkesë pozitive. Pariteti do të thotë pasqyro universin. Fjalë për fjalë, si ta shikosh atë nëpër pasqyrë. E majta bëhet e djafta dhe djafta bëhet e majtë. Dhe koha natyrisht do të thotë koha e ekzekutimit mbrapsht si duke kthyer një video. Tani, ka një rregull të madh në fizik të quajtur simetria CPT. Thotë se nëse ndryshon të treja ato gjëra njëherës, ligjet e fizikës duhet të funksionojnë ende njësoj. Kjo është disi çmenduri, por nëse merr të gjithë universin dhe shkëmben materien me antimater, e pasqyron atë dhe kthen kohën, ai ende do të ndiqte të njëjtën fizik. Pse është kjo? E po në universin ton, një elektron përplaset me një pozitron dhe ata shkatërrojnë në fotone. Bukur. Tani merr atë, pasqyro gjithçka dhe çfarë merr? E po fotonet spontanisht kthehen në një pozitron dhe një elektron,
por të pasqyruar dhe të kthyer. Është ende e njëjta fizik, edhe nëse është mbrapsht. Ekuacionet ende kontrollohen. Pra natyra mendon se kjo është e vlefshme. Pra, këtu erdhi pjesa e çmenduri. Disa fizikantë menduan, e nëse Big Bangu krijoi dy universe, njeri është i yni i bërë nga materie normale që shkon përpara në kohë, tjetri është një binjak pasqyr i bërë nga antimaterie që shkon mbrapsht në kohë nga perspektiva jonë. Kjo nuk do të thotë se dikush në universin tjetër ndjen koha duke shkuar mbrapsht. Për ta, koha rrjedh përpara ashtu siç bën për ne. Por nga pikpamja jonë, ata po lëvizin nga e ardhmja jonë drejt së kaluarës sonë. Dhe anasjelltas, për ta, ne jemi të çuditshëm që lëvizim mbrapsht. Dhe nëse të dy universat janë imazhe pasqyrë CPT të sakta të njëri tjetrit, kjo do të thoshte e njëjta fizik, të njëjtat rregulla, thjesht simetrik. Kjo nuk është ndonjë teori e çmendur sci-fi, edhe nëse tingëllon si ajo. Ndihmon të shpjegojë mistere të çuditshme fizike. Për shembull, pse ka kaq shumë materie në universin ton, por jo shumë antimaterie, edhe pse ata supozohej të ishin krijuar në proporcione të barabarta, ose pse universi është kaq simetrik dhe i balancuar në disa mënyra të çuditshme. Pra, duke u kthyer te neutrinot, disa shkencëtarë sugjeruan se ndoshta ato grimca që fluturojnë lart mund të vinë nga ai univers pasqyr CPT, duke shpuar në përtonin si një plasaritje midis dy realiteteve simetrike. Dhe nëse e shikon kështu, kjo është një marrje mjaft e egër. Është spekuluese, nuk është provuar. Është më shumë një mendim i bukur, por media menjëherë shpërtheu. Ata drejtuan një pjesë me titull që thoshte: "Gjetëm provë të një universi paralel që shkon mbrapsht në kohë në Antarktidë." Dhe të gjitha tabloidët e tjera të mëdha e morën atë. E bën të tingëlloj sikur NASA kishte në të vërtet gjetur një univers paralel. Udhtimi në kohë është real, multiversi është konfirmuar. Ndërkohë, njerëzit që punonin direkt në Anita menjëherë morën dëmtim truri. Ata u përpoqën të hidhen për të thënë se kjo nuk është ajo që ndodhi fare. Ata shpjeguan se sinjalet ishin të pazakonshme, por kishte shumë shpjegime normale që nuk kërkonin rishkrim të ligjeve të fizikës. Mund të jetë edhe vetëm një gabim eksperimental, ndoshta një bjellim i pazakonshëm grimcash, ose boshllëqje në mënyrën se si ne modelojmë interaktimet e neutrinove. Natyrisht, askush nuk dëgjon ekspertët rreth asaj që ekspertët zbuluan, dhe pasi një ide si ajo godet mediat sociale, bëhet apo ma e pamundur ta vendosësh mbrapsht. Por kjo gjithashtu nuk do të thotë se multiversi definitivisht nuk është real. Larg kësaj, fizikantët ende po eksplorojnë konceptin dhe supozojnë se disa nga ato universe potenciale, nëse ekzistojnë, mund të kenë ligje të ndryshme fizike. Një ide e quhetur teoria e shumë botëve vjen nga fizika kuantike. Thotë se çdo herë që diçka mund të ndodhë në më shumë se një mënyrë, si një grimc që lëviz ose një vendim që merret, të gjitha ato mundësi në të vërtetë ndodhin, por në universe të veçanta. Pra mund të ketë versione të pafund të realitetit, secili pak të ndryshëm, duke u degëzuar nga çdo ngjarje. Ndoshta në një univers, dinozaurët kur nuk u zhdukën. Ndoshta në një tjetër ti kur nuk dërgove atë tekst të turpshëm. Një tjetër teori quhet teoria e universit flusk. Pas Big Bangut, universi u zgjerua jashtëzakonisht shpejt në një proces të quajtur inflacion. Disa shkencëtarë mendojnë se inflacioni kur nuk u ndal plotësisht dhe ende po ndodh në disa rajone. Kjo do të thoshte se universit të reja flusk po formohen vazhdimisht, secili me versionin e tij të fizikës. Universi ynë do të ishte vetëm një flusk në një det gjigant kozmik të tjerëve. Ideja e tretë është rreth materjes hije. Materia e errët është e padukshme, por graviteti i saj ndikon në univers. Disa shkencëtarë mendojnë se mund të jetë e bërë nga grimca të ngjashme me ato që përbëjnë materien e rregullt, por ato thjesht janë të fshehura nga ne. Kjo materie pasqyr ose hije mund të formojë galaksi të tëra të padukshme dhe madje jetë e gjitha ekziston direkt pranë nesh. Ndoshta ne thjesht nuk mund ta detektojmë në asnjë mënyrë, përveç nëpërmjet gravitetit për tani. Por në fizik, të gjitha ato janë vetëm teori, mundësi matematikore. Ne nuk kemi prova të drejtpërdrejta se është reale. Nëse ndonjëherë gjejmë një megjithatë, le të shpresojmë tani se nuk do të jetë skenari i idealit që bërtiste Witcher.
Në vitin 2011, shkencëtarët nga Çili gjetën një fosil me pamje të çuditshme në Antarktidë që dukej si një top futbolli i shtypur. Pothuajse 10 vjet më vonë, shkëmbi thjesht qëndronte në një raft në Muzeun Kombëtar të Historisë Natyrore të Qilit, pa etiketë specifike. Shkoi me emrin Gjëja në muze, sepse dukej si diçka nga një film shkencor fantastik. Kur shkencëtarët më në fund i vënë duart në fosilin e çuditshëm, u zbulua se në të vërtetë ishte një vezë gjigande guacke e butë, nga rreth 66 milion vjet më parë. Kjo është më shumë se 11 inçe gjatë dhe 7 inçe gjerë. Një vezë pule është vetëm 2 inçe gjatë dhe një vezë struci është pothuajse 6 inçe gjerë për krahasim. Pra, Gjëja fitoi titullin e vezës më të madhe guacke e butë që është gjetur ndonjëherë dhe vezën e dytë më të madhe të çdo kafshe që njohim. Vezën e vetme më të madhe që është gjetur ndonjëherë ishte ajo e zogut të zhdukur elefant të Madagaskarit, i cili është gjithashtu një herë e gjysmë më i gjatë se Michael Jordan. Zogu, jo veza. Veza antarktike është gjithashtu e veçantë sepse është fosili i parë që është gjetur ndonjëherë në këtë pjesë të botës. Pra, kushdo që e la atje, duhet të ketë qenë një krijesë e madhe, ndoshta një brezhtose gjigante teti, që jeton shumë kohë më parë, si mosasaur. Kjo është befasuese, sepse shumica e shkencëtarëve menduan se këto krijesa as nuk vinin vezë. Pra, kjo zbulim mund të ndryshojë atë që dim për ta. Veza është gjithashtu unike sepse ka një guask veze të hollë dhe asnjë porë, gjë që është plotësisht e ndryshme nga shumica e vezëve të dinozaurëve. Në të vërtetë duket më shumë si vezët e hardhucave dhe gjarpërinjve, por erdhi nga një krijesë gjigante e lidhur me këto kafshë. Asnjë dinozaur i njohur ose reptil fluturues nga ajo kohë dhe vend nuk ishte mjaft i madh për të vënë një vezë kaq të madhe. Pra duhet të ketë qenë një mosazaur më në fund, por ne nuk mund të jemi 100% të sigurt. Shkencëtarët bën shumë punë dhe studiuan 259 lloje të reptilëve të gjallë si hardhuca dhe gjarpërinj dhe vezët e tyre. Nga kjo, ata zbuluan se nëna që vuri vezën ishte ndoshta të paktën 23 këmbë gjatë, pa numëruar bishtin e saj. Gjatë periudhës së vonë kretase, kjo pjesë e Antarktidës mund të ketë qenë si një kopësht fëmijësh. Paleontologët kanë gjetur eshtra të mosazaurëve të vegjël në të njëjtën zonë së bashku me eshtra nga ato të rriturit. Arkeologët në Norvegji bën një zbulim tjetër të bukur, por fjalë për fjalë, dhe gjetën 10 shigjeta që janë fshehur në akull për 6000 vjet. Ato po shkrieshin nga një njollë e madhe akulli në male të larta, duke mbuluar një zonë rreth 45 fusha futbolli. Në vitin 2014 dhe 2016, kur verat ishin jashtëzakonisht të ngrohta, shkencëtarët shkuan në një njollë akulli të quajtur Langon për të parë përreth. Ata gjithashtu gjetën shumë eshtra dhe brinë reni atje. Disa nga shigjetat ishin të plota dhe disa në copa së bashku me 5 maja shigjete rreth njollës së aknajtur. Këto janë më shumë shigjeta se sa janë gjetur në ndonjë vend tjetër të ngrirë në botë. Disa nga 68 shigjetat e gjetura datojnë nga periudha neolitike dhe më të rejat janë nga shekulli i 14 i erës së zakonshme. Akulli është si makina e përsosur e kohës që mund të ruajë çfarëdo që mbaron atje në një gjendje pothuajse të përsosur. Langon u bë i famshëm si njëri nga vendet e para të njollave të akullta, pasi një ecës lokal gjeti një këpucë lëkure 3300 vjeçare drejt e pranë skajt e tij. Shkencëtarët po studiojnë vende si kjo për të kuptuar se si njerëzit përdornin këto vende dhe se si njollat e akullta nga Norvegjia në Amerikën e Veriut ndryshuan me kalimin e kohës. Tani, një herë e një kohë, rreth 32.000 vjet më parë, për të qenë të saktë, një ketur varrosi disa fara pranë një lumi në Siberi. A jam i vetmi që po marr vibrat e epokës së akullajave? Sido që tjetë, këto fara i përkasin një bime me lule të bardha të bukura. Mira vjet më vonë, një grup shkencëtarësh gjetën këto fara të varrosura thellë në tokën e ngrirë, rreth sa larg sa është i gjatë një ndërtesë 12 katshe. Farat ishin të rrethuar nga akulli dhe eshtra të kafshëve si mamut, bizon dhe rinocerontë leshtor. Farat e pjekura ishin dëmtuar, ndoshta nga ndonjë ketur, por disa nga farat më të reja ende kishin pjesë bime brenda tyre. Shkencëtarët me kujdes i nxorën ato dhe i vendosën në enë të vogla për t'i ndihmuar të rriten. Dhe këtu vjen pjesa më e bukur. Ata ishin në gjendje të rrisin bimët. Lulet e tyre ishin formuar pak ndryshe nga lulet e së njëjtës bimë që rritet sot. Pas një viti, bima e epokës së akullnajave madje bëri fara të reja. Bazuar këtë, shkencëtarët sugjeruan se permafrosti mund të jetë një depozit për një rezervë gjenetike të lashtë dhe ne mund të gjejmë specie të zhdukura atje dhe t'i sjellim mbrapsht në jetë. Shkencëtarët në një thyese akulli në Antarktidë po kërkonin për balena, por gjetën diçka shumë më të pazakontë.
kamera pasanies, që është aq e rëndë sa një makinë, detektoi 16 milion fole peshq qishakulli në dyshemen e detit Weddell. Folezat vendoseshin rreth çdo 10 inç në të gjitha drejtimet dhe mbulonin një zonë prej 93 milje katrore, e cila është pak më e madhe se e gjithë Washington DC-a. Kolonia kishte madje një kufi të qartë, i cili ishte një vijë në rër. Shkencëtarët ishin në zonë sepse po studionin një vend të veçantë në oqean ku uji ishte pak më i ngrohtë se uji rreth tij. Në këtë ujë më të ngrohtë, ata gjetën kafshë të vogla të quhetuma zooplankton pranë sipërfaqes. Kur peshqit e rinj të akullnajave çelin, ata notojnë lart në këtë zonë për të ngrënë zooplanktonin, përpara se të kthehen poshtë në dyshemen e detit për të rritur dhe për të pasur pasardhësit e tyre. Me që kishte kaq shumë ushqim, kishte kuptim të shihje peshq akulli në këtë ujë të ngrohtë, por ata nuk pritnin të gjenin një numër kaq të madh folezash peshq qishakulli, shumë më tepër se sa kishte parë ndonjëherë më parë. Fondi i trashëgimisë antarktike i Zelandës së Re gjeti disa negative të vjetra fotografike në një kasolle në Antarktidë. U zbuluan se ishin imazhe unike nga partia e detit Ross. Ishte një ekspeditë e famshme e dështuar e drejtuar nga Ernest Shackleton. Ai donte të bëhej personi i parë që të kapërcente Antarktidën me tokë nga deti Weddell në detin Ross, duke kaluar nëpër polin jugor. Por gjërat shkuan keq kur anija e tyre, Aurora, u fry në det. Ata duhet të përdornin kasolën nga një eksplorator tjetër, kapiten Robert Falcon Scott. Qëllimi i tij ishte të ishte personi i parë që të arrinte polin veriut, por fatkeqësisht ai nuk ja doli asaj. Negativet ishin të bëra nga nitratet celuloze dhe u gjetën të ngjitura së bashku në kutinë e vogël. Trastiu mori negative të mbrapsht në Zelandën e Re, ku i ndan ato me kujdes dhe zbuluan 22 imazhe të fshehura. Shumë nga fotografitë ishin të dëmtuara, por trastiu ende mund të njihte disa vende të njohura rreth gjirit McMurdo, një zonë e njohur në Antarktidë. Askush nuk e di me siguri kush i bëri fotografitë. Në vjetor 2021, disa shkencëtarë vunë re një shenjë të çuditshme në raftin e akullnajave Larson, një fletë gjigande akulli jashtë bregut lindor të Antarktidës. Ata menduan se mund të ishte një lumë që rrjedh nën akull, pra ata pushën poshtë mbi 1600 këmbë për ta kontrolluar. Ata pritnin të gjenin ujë, por ata nuk pritnin të shihnin se uji ishte plot me krijesa me lëvizje të shpejtë të quajtura amfipod. Shkencëtarët gjithashtu gjetën se uji në lumin nëntkoksor kishte shtresa të pazakonta të rrymave që lëviznin në drejtime të ndryshme, të cilat ata ende nuk i kuptojnë plotësisht. Një gjë tjetër befasuese ndodhi gjatë kërkimit të tyre. Më 20 dhjetor të njëjtit vit, një vulkan shpërtheu larg në Tonga dhe valët e presionit nga shpërthimi u detektuan të gjitha rrugën poshtë në lumin e akullnajave në Antarktidë. Tregon se si e gjithçka në planetin tonë është e lidhur, edhe në vendet më të largëta. Hey, shiko këtë shkëmb. Në shikim të parë, duket si një shkëmb i rregullt i mërzitshëm, si ata që mund të shikosh kur ec përgjatë plazhit. Ngjyra e tij nuk dallohet dhe pesha e tij është mjaft e rregullt, rreth 4 pound. Por gjithçka ndryshon kur mëson se ky shkëmb lindi në Mars, udhtoi të gjithë rrugën deri në tokë dhe përfundoi në Antarktidë. Tani historia tingëllon shumë më magjepse. Pra, le të zbulojmë detajet. Kërkuesja Roberta Skor, i cila punonte në projektin ANSMET, i cili qëndron për kërkim antarktik për meteorite të programit antarktik të Denverit, e gjeti këtë meteorit në vitin 1984. Nëse dëshiron të dekodosh emrin e udhëtarit hapësiror, mund të ndihmoj. Vjen nga vendi ku shkencëtarët e pikasën, kodrinat alen të Antarktidës, prandaj ALH. Dhe pastaj kemi vitin e zbulimit dhe numrin e mostrave. Nëse mendon se Roberta e mori shkëmbin dhe thirri diçka si po mbaj një copë të Marsit, do të duhet të zhgënjej. Në fillim të tij, ishte plotësisht e paqartë nga ku vinte meteoriti. Dhe një gjë i ngatëroi kërkuesit edhe më shumë. Meteori ishte shumë i ndryshëm nga grupet e tjera të meteoritëve të gjetura në planetin tonë. Mirë, po pastaj si zbuluan më në fund se ishte një vizitor nga Marsi? E gjitha fal gjurmëve të gazit të ngjashëm me ato që përbëjnë atmosferën e planetit të kuq. Ne mësuam për përbërjen e tij fal zbritësit të guximshëm Viking, që kreu analizën e nevojshme in situ në vitin 1976. Sido që tjetë, mbrapsht te zbulimi ynë shkëmbor. Në të vërtetë është shumë i veçantë, dhe jo vetëm sepse shkëmbi arriti nga larg, shumë larg. Midis atyre disa mijëra meteoritëve gjetura në tokë, vetëm rreth 100 ka të ngjarë që kanë ardhur nga Marsi. Dhe edhe kështu, tipi unë është i ndryshëm nga ata dhe duket të jetë pjesë e një grupi të veçantë.
Pra, le të shkojmë në të kaluarën dhe të ndjekim historinë e jetës së këtij udhëtari kozmik. Më së shumti u formua rreth 4 miliard vjet më parë në planetin e tij të kuq. Një ditë, e cila nuk ishte shumë e ndryshme nga të tjerat, u zbulua se ndryshoi jetën për këtë shkëmb paqësor. Një impakt meteoriti e katapultua në hapësirë dhe filloi udhëtimin e tij si një asteroid i vogël. Në atë kohë, ishte shumë më i madh se në momentin e zbulimit në tokë. Në një pikë, ALH u afrua me tokën dhe kush e di ndoshta vendosi të eksploronte diçka. Kështu që 13.000 vjet më parë, ai përfundoi udhëtimin hapësinor duke u përplasur me planetin ton. Në këtë moment, ky fragment marsian është më i lashtë që kemi, por në fillim nuk ishte aq popullor. Vetëm në vitin 1996 u bë shumë më i famshëm pas një zbulimi revolucionar. Shihni, disa kërkues të NASA filluan të pyesin: po, fragmenti është qartësisht shumë i vjetër, por pastaj, a mund të kishte regjistruar gjurma të jetës që mund të kishte qenë duke lulëzuar në Mars në kohën kur ALH u formua në planetin e kuq? Dhe mendo çfarë? Ato shkencëtar u treguan të drejtë. Po, ata detektuan gjurma të grimcave shumë të imta magnetiti. Ato ishin plotësisht të ngjashme në strukturë dhe përbërje kimike me grimcat që kemi në tokë. Quhen fosilet magneto dhe bakteret magnetotaktike i prodhuan ato. Pra, mund të nënkuptoj se në një pikë kishte disa forma jeteve Mars. Në prill 2020, shkencëtarët nga Agjencia Hapësinore Japoneze bën një zbulim tjetër. Ata detektuan material organik që përmban azot të origjinës marsiane në meteoritin ton. Pra, kush e di se çfarë sekretesh të reja mahnitse mund të zbulojë ekzaminimi i mëtejshëm i meteoritit. Në këtë moment, megjithatë, gjithçka që mund të bësh është të udhëtosh në Antarktidë dhe të gjesh më shumë prej tyre. Gjëja është, ky vend është i shkëlqyer për gjuritjen e meteoritëve. Befasisht, kemi gjetur pothuajse 50.000 meteorite në Antarktidë dhe qindra mijëra tjetër ende po presin të zbulohen. Secili nga këto shkëmbinj hapësinor mund të na tregojë një histori të evolucionit të sistemit diellor. Për shembull, shkëmbi hënor i parë që gjende në kontinentin e akullnajtur, të shkretar. Provoi se copat e objekteve hapësinore më të mëdhenj se asteroidet, gjithashtu mund të përfundojnë në tokë. Pra, le të themi se u frymëzua dhe vendose të shkosh në gjueti meteoritësh deri në Antarktidë. Po, përgatitu për disa sfida serioze. Pavarësisht nga bollëku i tyre potencial, gjetja e shkëmbinjve hapësinor nuk është aq e lehtë sa mund të duket. Do të duhet të vizitosh zona të largëta dhe ende nuk ka garanci se do të jesh në gjendje të pikasësh një meteorit. Dhe kjo në të vërtetë është një problem i madh. Meteoritët po zhduken nga syt. Oh jo. Aktualisht shkencëtarët gjejnë rreth 1000 meteorite në Antarktidë çdo vit. Por sipas një studimi të ri, rreth 5000 më shumë fshihen jashtë shikimit çdo vit. Fajtori është temperaturave në ngrohje. Shkencëtarët e shqetësuar krijuan një model që mund t'i ndihmojë ata të zbulojnë se ku ato meteorite mund të dalin në sipërfaqe. Ky model ishte mjaft i komplikuar, duke marrë parasysh mbulimin e borës, temperaturën e sipërfaqes, shpejtësinë me të cilën rrjedh akulli dhe madje pjerrësinë e terrenit. Pas kësaj, ata drejtuan simulime në skenare të ndryshme ngrohjeje. U zbulua se meteoritët në të vërtetë fundoseshin jashtë shikimit, ndërsa temperaturat rriten. Të thuash që kërkuesit ishin të mërzitur është e qartë. Ata nuk pritnin që ndryshimi i klimës do të ndikonte kaq shumë në punën e tyre. Edhe pse ato zona janë në ngrirje, njerëzit ende arritën të shkatërronin një arkiv vendimtar të sistemit diellor. Por le të kthehemi te gjuetia jote e meteoritëve. Nëse dëshiron që shanset e tua për të gjetur një të jenë më të larta, udhëto në bazën e maleve ose shkëmbinjve, ku akulli, i cili zakonisht rrjedh në tokën më të ulët, detyrohet të lëviz lart. Por sigurohu të marrësh xhaketën tënde të erës me vete. Në ato vende, erërat e fuqishme fshin borën, duke ekspozuar akull të kaltër të ndritshëm, i gjallë. Në vend që të shkrihet, ky akull i lashtë mund të ndryshojë drejt për drejt në avull uji dhe ndihmon të ekspozojë meteoritët që përndryshe do të mbeteshin të fshehur. Duhet të nxitosh megjithatë. Meteoritët në sipërfaqe zhduken shpejt. Edhe kur temperaturat janë shumë në ngrirje, shkëmbinjt ende mund të thithin disa nga nxehtësia e diellit dhe të shkrijnë akullin. Është si të krijojnë tunele nëntoksore ose, le të themi, nën akull për veten e tyre, duke fundosur dhe duke u fshehur nga syt.
Diku më vonë, ngrirja përsëri mbyll hyrjen në ato tunele, duke burgosur efektivisht meteoritët brenda, të mbyllur jashtë shikimit. Tani shkencëtarët pranojnë se është shumë e vështirë të gjesh metoda pune për të pikasur meteorite, dhe nëse nuk nxitojmë dhe zhvillojmë metoda të tilla, ne mund të humbim midis 80.000 dhe 250.000 shkëmbinjve hapësinor gjithsej. S'është çudi që shkencëtarët janë në një mision për të gjetur më shumë meteorite. Ata po përqendrohen në zonat e bllokimit të meteoritëve. Ato janë vende ku meteoritët shpesh mblidhen në sipërfaqe për shkak të veçorive të specifike të gjeologjisë, rrjedhjes së akullnajave dhe kondicioneve klimatike. Siç e di tashmë, mund të gjesh meteorite në akull të kaltër pa mbulim bore. Kjo bën meteoritët të lehtë për t'u vënë re. Por gjetja e pikave të tilla shpesh është fat i pastër. Ose duhet të ulesh ditë e natë, duke skanuar harta dhe imazhe satelitore në përpjekje për të pikasur zona akulli kaltër pranë stacioneve kërkimore. Le të prezantoj Veronika Tolenar, një glaciologe, dhe ekipin e saj. Ata kanë marrë gjërat në nivelin tjetër duke zhvilluar një hartë inteligjente antarktike të gjerë. Për ta bërë atë, ata kanë përdorur të mësuar makinerike dhe të dhëna satelitore nga NASA, Agjencia Hapësinore Kanadeze dhe të tjerë. Kjo hartë thekson zonat ku meteoritet mund të jenë duke u fshehur bazuar në gjetjet e kaluara dhe të gjitha llojet e të dhënave klimatike dhe të akullnajave. Duket se vendet më të mira për të gjetur meteorite janë përgjatë skajeve të kontinentit dhe pranë maleve me akull të kaltër. Fatkeqësisht, nuk është vetëm akulli i kaltër që ka rëndësi. Temperatura dhe shpejtësia e rrjedhjes së akullnajave janë gjithashtu super të rëndësishme. Për shembull, nëse akulli rrjedh shumë shpejt, meteoritet fshihen para se ata të mund të grumbullohen. Pra, nëse dëshiron të gjesh një meteorit, duhet të presësh kushte shumë të sakta. Temperatura e sipërfaqes duhet të qëndrojë nën 16 gradë Fahrenheit pothuajse gjithë kohën, përndryshe meteoritet fundosen. Mund të fillosh me rajonin Allen Hills, po, aty është ku u zbulua miku ynë ALH. Kjo zonë është si një minier ari meteoritësh me më shumë se 1000 gjetje, por ka edhe vende më premtuese, si malet Fimbulheimen, dhe askush nuk ka kërkuar atje ende. Mund të jesh i pari. Në çdo rast, me këtë hartë të re, kërkuesit zhvilluan një indeks ku të shkosh, që rendit vendet më të mira të gjuetisë meteoriteve, duke bërë udhëtimet e ardhshme në terren shumë më të synuare. Dhe me shumë rajone akulli të gjerë ende të pa eksploruar, ka tona meteoritësh që thjesht presin të zbulohen. Pra, çfarë po pret? Po pyesin se ku mund të ketë specie edhe më të mëdha që presin të zbulohen. Ndoshta këta zogj evoluan në një linjë plotësisht të re antarktike, por për tani, gjithçka që kemi janë 2 kthetra gjigante të frikshme. Njerëzit shpesh mendojnë se ka pothuajse asnjë kafshë ose bim në Antarktidë, por kjo nuk është e vërtetë fare. Pinguinët ecin kot këtu dhe harroata të vegjëlit të ëmbël. Antarktida përdori të ketë monstra 6 këmbësh të gjatë. Pinguinet perandor janë specia më e madhe e pinguinëve të gjallë sot. Ata mund të zhyten mbi 1800 këmbë thellë dhe të mbajnë frymën për mbi 20 minuta. Kishte pinguin gjigant të lashtë rreth 38 milion vjet më parë. Ata ishin madhësia e njerëzve. Fosilet tregojnë se ata kishin sqep të gjata, të mprehta, duke i bërë gjuetar të tmerrshëm të peshqve dhe kallamarëve. Peshqit atje janë gjithashtu absolutisht magjepsës. Harro kallamarët gjigant. Kallamarët kolosal janë ëndra të këqija, edhe më të mëdhenj. Disa arrin mbi 40 këmbë të gjatë me sqep masive, super të mprehta dhe sy madhësia e pjatave dreke. Më në fund, orkat, grabitqarët e kulmit të oqeanit antarktik. Ata gjuajnë në grupe, duke punuar së bashku si një tuf ujqërisht të detit për të rrëzuar fokët, peshqit dhe madje balenat masive. Ka madje bim të vogla si mysqja dhe algat, bari antarktik me flok dhe verrukat perlash. Ata disi mbijetojnë kundër të gjitha probabiliteteve. Ka shumë mithe të tjera që po ndodhin rreth Antarktidës. Për shembull, disa njerëz mendojnë se kur icebergjet thyhen nga akullnajat, ata menjëherë fillojnë të driftojnë drejt në oqeanin e hapur, derisa shkrihen, por realiteti është shumë më kaotik. Së pari, kur një iceberg thyhet nga një akullnaj ose raft akulli, ai duhet të merret me pengesa nënujore. Mund të qëndrojë i bllokuar në dyshemen e detit për dekada pa u lëvizur.
Pastaj, ata kapen në vorbulla të fuqishme dhe rrotullohen në vend për muaj. Një iceberg, A23A, kaloi pothuajse 40 vjet të ngrirë në vend, përpara se më në fund u çlirua, vetëm për t'u kapur në një vorbull oqeani rrotullues për 8 muaj të tjerë. Pas kësaj, shtigjet e tyre ndikohen nga rrymat oqeanike, batic, erërat dhe madje topografia nënujore. Ata nuk thjesht notojnë lirshëm, lëvizjet e tyre janë plot me kthesa fjalë për fjalë të papritura. Dhe duke folur për akullnajat, një tjetër fashetheme çuditshme është se disa njerëz nuk mund të udhëtojnë më shumë se 311 milje brenda kontinentit në Antarktid për shkak të një muri akulli të pakëpërcyeshëm, karburant reaktiv i ngrirë, erërat vdekjeprurse dhe asnjë oksigjen. Por kjo është plotësisht e rreme. Antarktida është eksploruar nga aeroplan, automjete dhe madje shkencëtar në këmbë. Ka një stacion të tërë kërkimi që ndodhet në polin jugor. Njerëzit jetojnë atje gjithë vit. Muri i akullnajave është real, një shkëmb akulli masiv që ngrihet mbi oqean, por ajo nuk është ndonjë pengesë sekrete. Është një raft akulli. Këto janë pllaka të trasha akulli që formohen kur akullnajat rrjedhin ngadalë nga toka dhe përhapen mbi oqean. Bregut të Antarktidës është e bërë nga to, por ato nuk formojnë ndonjë unazë gjigante rreth botës. Antarktida është një nga vendet më ekstreme në tokë, por ne kemi pushtuar sfidat e saj dhe vazhdojmë të mësojmë më shumë rreth saj çdo vit. Kjo është arsyeja pse çdo vit miliona dollar hidhen për të mbajtur stacionet kërkimore duke funksionuar, duke mbrojtur jetën e egër dhe duke u siguruar që njerëzit që jetojnë atje kanë gjithçka që u nevojitet. Por ku shkojnë të gjitha këto para? E po, stacionet e Antarktidës janë në thelb qytete të vogla. Ka energji elektrike, ngrohje, pastrim uji, ruajtje ushqimi dhe objekte mjekësore. Stacioni më i madh, McMurdo, është në thelb një qytet me mbi 1000 njerëz në verë. Ka gjithçka nga një stacion zjarrfiksi në një palestër. Stacioni i polit jugor është super thellë brenda kontinentit, kështu që është një nga vendet më të vështira për t'u furnizuar. Marrja e ushqimit dhe karburantit atje kërkon aeroplan që fluturojnë mijëra milje në të ftohtë ekstrem. Por interneti do një mister të mirë. Kur Google Maps zbuloi atë që dukej si një derë masive në Antarktid, teoricienët e komplotit u çmendën. Njerëzit bënin shaka për gjithçka nga shtëpia e pushimeve të Bigfoot në një bazë sekrete ose madje një hangar anijeje hapësinore Star Trek të fshehur në akull. Por ka një shpjegim shumë më të thjeshtë dhe më pak emocionues. Në të vërtetë është një iceberg i tokëzuar, një copë akulli që u bllokua në ujë të cekët dhe tani po shkrihet ngadalë. Ndërsa akulli lëviz nëpër peizazh, ai rrjedh rreth grumbujve dhe pengesave, duke krijuar forma të çuditshme. Procesi i shkrirjes, thyerjes dhe ringrirjes mund të gdhend akullin në forma të papritura. Antarktida gjithashtu ka erëra jashtëzakonisht të forta që bien poshtë, që skulptojnë akullin në formacione dramatike me kalimin e kohës. Asnjë derë sekrete, fatkeqësisht. Dhe duke folur për dyer, për vite, Ushuaia, Argentinë, është quajtur porta drejt Antarktidës, ndalesa e fundit para kontinentit të akullnajtur, vendi ku fillojnë ekspeditat. Por ka një opsion tjetër, Punta Arenas, Chile. Le t'i krahasojmë ato. Ushuaia është më afër Antarktidës. Është një pikë nisjeje lartë për turistët që shkojnë në kryqëzime, por asnjë fluturim i rregullt për në Antarktidë. Asnjë bazë kryesore shkencore që operon nga këtu. Është në thelbe kontrolluar nga ushtria, e cila refuzon të lejojë fluturime private, vetëm anije të operuara komerciale. Po Punta Arenas është më larg nga Antarktida. Por 22 vende dhe organizata globale e përdorin atë si bazën e tyre kryesore. Ka fluturime të rregullta për në Antarktid që ndodhin atje çdo vit. Linjat ajrore private në të vërtetë mund të operojnë këtu, duke e bërë atë lidhjen e vërtetë ajrore me Antarktidën. Ushuaia mund të ketë vendodhjen më të mirë fizikisht, por Punta Arenas në të vërtetë drejton shfaqjen. Argentina bëri një gabim të madh në zgjedhjen e bazës së saj ajrore. Në vend që të vendoste një bazë të thjeshtë të aksesshme në nivelin e detit, ata ndërtuan bazën Marambio shumë lart në terren të rrashtë, plotësisht e pamundur për t'u arritur me tokë.
gjithçka duhet të fluturojë brenda me helikopter, duke bërë operacionet të ngadalta, të shtrenjta dhe frustruese. Për 50 vjet, Argentina ngulmoi kokë fortësisht në këtë vendim të keq, ndërsa Chili vendosi baza efikase, të planifikuara mirë, që bota tani i përdor. Nëse gjërat nuk ndryshojnë, Ushuaia do të jetë asgjë më shumë se një dalim turistik. Por ajo që është e frikshme, është se Antarktida duket se po kthehet në të kaluarën e saj. Supozohet të jetë vendi më i ftohtë në tokë, por diçka shokuese ndodhi pikërisht kohët e fundit. Për herë të parë në historinë e regjistruar, temperaturat në Antarktidë thyen 68 gradë Fahrenheit. Ky kontinent është i varrosur nën milja akulli. Zakonisht temperaturat atje mund të bien në -112 gradë Celsius, por në dimrin e vitit 2020, shkencëtarët regjistruan një 69 gradë të çmendur në ishullin Seymour, më e nxehtë se shumë vende në Europë në atë kohë. Shkencëtarët besojnë se ka disa arsye për atë. Së pari, ka ndryshime në mënyrën se si nxehtësia lëviz rreth ujrave të planetit. Së dyti, shkrirja e permafrostit për shkak të ngrohjes së planetit. Duket se klima po ndryshon më shpejt se sa pritej. Pra, ka një derë misterioz në mes të Antarktidës. Disa njerëz mendojnë se është shtëpia e pushimeve të Bigfoot, ose një anije hapësinore nga Star Trek, ose ndoshta një derë për në Agartha, një mbretëri mitike që disa njerëz besojnë se ndodhet në qendrën e tokës. E po, shkencëtarët hedhin poshtë të gjitha këto teori poetike dhe shpjeguan se ajo që duket si një derë misterioz ndodhet në një zonë akulli të shpejtë deti. Është jashtë bregut të bregdetit dhe është plot mi ishuj të vegjël me ujë të cekët rreth tyre. Kur akulli rrjedh rreth shkëmbimeve të fortë të fshehur poshtë, mund të krijojë modele që duken të çuditshme, por janë plotësisht normale. Në këtë vend, akulli është i hollë, pra shkëmbimet poshtë kanë një efekt të madh në mënyrën se si lëviz akulli. Erërat e ftohta në Antarktidë gjithashtu formësojnë akullin dhe borën dhe i bëjnë të duket sikur janë vija dhe forma. Pra, dera misterioz është thjesht një kresht shkëmbore që del sepse akulli është shkrir pak. Maja e derës është maja e shkëmbit dhe anët janë gjurmë të bore të lëna nga erëra të forta që frynë në të njëjtin drejtim. Është thelbësisht një iceberg që u bllokua dhe po shkrihet në një vend. Një youtuber gjeti një tjetër objekt misterioz jashtë vendit më shumë se 150 metra jashtë bregut të Antarktidës, një anije akulli 400 këmbësh e gjatë. Interneti u çmend me teori si se anija duhet të ketë përfunduar atje drejt për drejt nga trekëndëshi i Bermudave, por nuk kishte provë shkencore se ishte një anije dhe jo vetëm një copë e madhe akulli. Dhe pasi disa përdorues të tjerë të internetit rivizituan vendin, ata vunë re se akulli u shkri në verë dhe anija hipotetike ishte zhdukur. Një zbulim tjetër misterioz i Google Maps në Antarktidë ishte një piramidë, dhe para se të shpikësh një teori emocionuese se si egjiptianët e lashtë ndërtuan një bazë sekrete këtu, duhet të them se u zbulua se ishte vetëm një mal. Është pjesë e vargut më të lartë malor në Antarktidë, që shtrihet për pothuajse 250 milje. Nuk është piramida e parë në këtë kontinent, pasi eksploruesit nga ekspedita britanike antarktike gjetën një mal tjetër të formësuar pazakonisht dhe e quajtën piramidën, por kjo nuk kishte as formë piramide. Këtu është një zbulim antarktik që definitivisht nuk do të zhgimej, një raft akulli gjigant që i kujtonte shkencëtarëve kanionin e madh. Një robot veçantë nëndejtor që quajt RAN mblodhi mbi 600 milje nën akullin e trash dhe solli mbrapsht disa pamje mahnitse. Malet e akullnajave, luginat, platot të sheshta dhe modele vorvullash të bëra plotësisht nga akulli. Një nga gjërat më të çuditshme që gjeti RAN ishin vrima të mëdha në formë topi ose luge në akull. Fatkeqësisht, shkencëtarët humbën gjurmët e robotit. Ata mendojnë se fokët kurioz Weddell mund të kenë goditur aksidentalisht RAN dhe shkaktuan që ai të bllokohej. Për të kursyer energji, RAN ndoshta e mbyll vetë dhe shkencëtarët nuk mund ta gjenin përsëri. Por ekipi shpreson të ndërtojë një robot të ri dhe të vazhdojë eksplorimin e këtij kanjoni të akullnajtur për të parë se si modelet nën akull mund të ndryshojnë me vitet. Një tjetër kanjon i madh antarktik u gjet fal motit të keq. Një ekip ekspertësh të tingujve duhej të ndërpriste punën e tyre në stacionin kërkimor Casey në një stuhia.
Në vend që të prisnin kot, ata vendosën të përdornin kohën e papritur të lirë për të hartuar dyshemene detit pran akullnajës Adams. Dhe kështu, ata gjetën një kanjon që është pothuajse 7.000 këmb i thellë, pothuajse 30.000 këmb i gjerë dhe shtrihet mbi 28 milje larg nga akullnaja. Gjatë hartimit, ata zbuluan vetëm pjesën e kanjonit përpara se të duhej të ktheheshin në stacionin kërkimor. Por kur erdhi moti i keq përsëri, anija u kthye dhe hartoi më shumë nga kanjoni. Ata punonin në val deri në 13 këmbë të larta dhe erëra super të fuqishme, por ata arritën të marrin në rreth 15 orë të dhëna për të përfunduar hartën e tyre. Në rrugën e kthimit për në Australi, ata ndaluan një herë të fundit dhe tani ata kanë një pamje të plot të kanjonit. Studimi i tij po ndihmon shkencëtarët të mësojnë më shumë rreth historisë së akullnajave dhe ndërveprimit midis fletës së akullnajave antarktike dhe oqeanit. Tani ka një liqen të ngrirë në Antarktidë që quhet liqeni Enigma. Për një kohë të gjatë, njerëzit menduan se liqeni ishte i ngrirë plotësisht solid, por gjatë një ekspedite, kërkuesit gjetën se nën akullin e trash kishte një shtres uji të lëngshëm, rreth 40 këmbë të thellë. Për të mësuar më shumë, ata shpuan nëpër akull dhe dërguan poshtë një kamer për të eksploruar se çfarë ishte duke u fshehur në thellësitë e liqenit. Uji i liqenit, të cilin ata mendojnë se vjen nga akullnaja e afërt Amorphus nëpërmjet një rruge të fshehtë nëntoksore, ishte i mbushur me jetë mikrobiale të çuditshme. Këto mikrobe të vogla jetonin në hasër që mbulonin shtratin e liqenit. Disa nga hasrat ishin të holla dhe me gjemba, dhe të tjera dukeshin si qilima të rrudhosur, ose madje forma të vogla si pemë që rriteshin deri në 16 inç. Shumë nga mikrobet mund të bënin ushqimin e tyre nëpërmjet fotosintezës, ashtu si bimët bëjnë, dhe i dha liqerit një sasi të lartë oksigjeni. Një nga zbulimet më të bukura ishte një lloj mikrobi i cili zakonisht jeton në vende me oksigjen të ulët. Liqeni Enigma mund të jetë i ngjashëm me mjediset në hënat e akullnajte si Europa ose Enceladus, pra mund të nënkuptoj se këto hëna gjithashtu kanë ujë të fshehtë nën akullin e tyre dhe mundësisht jetë mikrobiale gjithashtu. Një tjetër zbulim mendmarrës nga Antarktida është copëza të vogla qelibar në gur baltëzor që gjetën këtu për herë të parë. I mori shkencëtarëve vite studimi rrëshirash fosile jashtëzakonisht të ruajtura mirë, poleni dhe sporat që ata gjetën mbrapsht në vitin 2017. Qelibari provon se pemë prodhuese rrëshirë një herë rritën në Antarktidë, pjesë e një pyjulli të freskët që ekzistoi pranë polit jugor gjatë periudhës së mesme kretase. Atëherë, disclaimer, nuk isha rreth. Atëherë, pemët do të duhej të mbijetonin nëpër muaj errësire gjatë dimrave të gjatë Antarktik. Shkencëtarët besojnë se ata u përshtatën duke shkuar në gjendje të fjetjes për një kohë të gjatë. Copëzet e qelibarit që gjetën shkencëtarët janë të vogla, por ka nuanca të bukura të verdhë dhe portokalli me sipërfaqe grumbuj që tregojnë se si rrëshira rrjedhte nga pemët. Kjo rrëshirë me shumë gjasa rrjedhte jashtë për të mbrojtur pemët nga insektet. U ruajt sepse uji menjëherë mblodhi atë dhe e mbajti të sigurt nga drita e diellit dhe ajri. Një shkencëtar po shfletonte imazhe satelitore për gjurmë kafe të mbeturinave të pinguinëve dhe gjeti 4 koloni të reja pinguinësh perandor në bazën e globit. Këto koloni të reja me shumë gjasa kanë qenë rreth për vite, megjithse 3 prej tyre janë mjaft të vogla me më pak se 1000 pinguinë çiftzues secila. Një nga kolonitë e reja u gjet afër një vendi të quajtur Rafti i Akullnajave Lazarev, ku përdori të ketë një koloni më të madhe pinguinësh. Ata menduan se kjo koloni u zhduk në vitin 2019, por duket se pinguinët thjesht janë zhvendosur pak për shkak të ndryshimit të kushteve të akullnajave të detit. Pra, studimi i tyre mund të na ndihmojë të mësojmë më shumë se si pinguinët perandor përshtaten me ndryshimet në mjedis. Tani, përdori të ketë një sistem gjigant lumi në Antarktidë, 40 milion vjet më parë. Kërkuesit gjetën prova të një rrjeti të gjerë kanalesh dhe deltash që njëherë mbanin ujë nga brendësia e kontinentit drejt detit. Kjo zbulua se Antarktida ishte një vend shumë më i ngrohtë dhe më i lagësht shumë kohë më parë.